Përshëndetje njerëz, dëgjoni me kujdes këtu. Miq të YouTube-it, respekte që të gjithëve. Le të flasim pak për zgjedhjet e 11 majit 2025. Dhe të themi se kush është i denj për këtë popull, këto 4 vitet e ardhshme. Unë mendoj si Klevis, si djali këtij vendi, që ja dua të mirën këtij vendi. Unë mendoj se i duri është Agron Shehaj. Mos gjykoni për këtë gjë që po them, por mendoj se është i duhuri, sepse është një dhurues tek fëmijët e varfër, tek motrat me sindromën Down, është një suporter i madh, është një biznesmen i madh që ka dalë vetë me dorën e tij, pa ndihmën e askujt. Është një njeri që ka punësuar me mira të rinj në punë dhe do të punësoj përsëri. Dhe unë mendoj se është i duri, do t'i uli të gjitha çmimet që janë në stratosferë. Dhe mendoj të votoni Agron Shehaj. Nuk po themi se dhe Adriatik Lapaj është i keq. Mendoj se dhe ai është shumë djalë i mirë, por unë jam me Agron Shehaj, veten time. Dhe kështu themi. Ta zhdukim Ramën si vjet, sepse nuk po jetojmë të qetë. Bëri 12 vite në pushtet dhe një mut të madh ka bërë. Një mut të madh ka bërë Edi Rama për këto 12 vite. Qa dim ne për Edi Rama? Edi Rama 20 km rrugë i bën 500 milion euro. Ai Albin Kurti 20 km rrugë i bën për 90 milion euro. As 90 milion euro fare, 40 milion euro. Edhe vazhdoni mbani Edi Ramën juve. O burra ta zhdukim si vjet këtë legenin. Mos ta shohim në qarkullim Edi Ramën. Kanë vajtur çmimet në stratosferë, rroga 400.000 lekë këtej, edhe qiraja 200.000 lekë. Qa bëhet kështu ore? Hajde shëndet, respekt e vini mend kokës si vjet. Mos shisni votën budallaj.